Nata kur Krishtlindja mu kthye në varë shprese, nata e Krishtlindjeve kishte rënë e qetë mbi qytetin e vogël. Dritat shumë ngjyrëshe ndriçonin rrugët, ndërsa borë e lehtë binte pa zhurmë, sikur donte të mbulonte gjithçka me paqe. Për të gjithë ishte festë. Për mua ishte fundi, quhem Mark, 65 vjeç. Një burr që kishte kaluar gjithë jetën duke punuar, duke ndërtuar një familje, duke besuar se martesa është një strehë e shenjtë. Gruaja ime, Elira, 60 vjeç, kishte qenë krahu im i djathtë për mbi 35 vite. Apo të paktën kështu besoja. Atë mbrëmje, Elira më tha se do shkonte te një shoqe e vjetër për të ndezur qirinjt e Krishtlindjes. Nuk më pa në sy kur e tha. Duart i dridheshin lehtë, e ndjeva. Diçka brenda meje u thye, por e shtyva mendimin larg. Nuk doja ta besoja, ora shënonte 22:30. Shtëpia ishte e heshtur. Pemën e Krishtlindjes e kisha zbukuruar vetëm. Një gotë verë rinte e paprekur në tavolinë. Telefoni i saj ishte i fikur, instinkti i një burri të tradhtuar zgjohet para se mendja ta pranoj të vërtetën, vesha pallton dhe dola në natën e ftohtë. E dija sakt ku nuk kishte shkuar. Dhe dija shumë mirë ku mund të ishte, apartamenti i vjetër në fund të lagjes, një vend që e njihja prej vitesh. Një dritë e zbetë vinte nga dritarja. Zemra më rrite aq fort sa mu duk se do më tradhtonte ajo mua. Para se ta tradhtoja unë të vërtetën, u afrova ngadalë, dëgjova të qeshura, zë mashkulli. I ri. I fort, trokitja ime ra si çeka mbi derë, heshtje, pastaj hapa u ngadalta, kur dera u hap, bota ime u ndal, Elira. Gruaja ime. Ishte aty. Me flokët e shpupuritur, fytyrën e skuqur, e mbështjell me një mantel që nuk e njihja. Pas saj, një burr rreth 40 vjeç, gjysmë i veshur, më shikonte pa turp, Mark. Përshpëriti ajo, asnjë fjalë nuk më doli nga goja, vetëm një dhimbje e mprehtë, që më përshkoi trupin si thik, kjo është Krishtlindja jote? Arrita të them, ajo qau. Ai heshti, 35 vite, një jetë e tërë, dhe gjithçka u shkatërrua në një natë të shenjtë. U ktheva shpinën pa thënë asgjë, por ajo natë nuk kishte mbaruar ende, sepse tradhtia nuk mbaron të dera që mbyllet, ajo sapo kishte filluar, burri që nuk duhej të ekzistonte, nuk mbaj mend si u ktheva në shtëpi atë natë. Trupi im ecte, por mendja kishte mbetur pas, te ajo derë e hapur, te ajo pamje që nuk do të më largohej kur nga sy. Bora vazhdonte të binte, por unë nuk ndjeja as të ftohtin, as rrugën nën këmbë. Ndjeja vetëm turp. Dhe një dhimbje që më mbyste, u ula në karrigen përballë pemës së Krishtlindjes. Dritat e saj ndizeshin e fikeshin, sikur talleshin me mua. Dhuratat poshtë saj ishin ende aty. Njëra prej tyre ishte për Elirën. Një shall leshi që ja kisha bler me kujdes, duke menduar se do t'i pëlqente. E mora dhe e shtrëngova fort në duar. Lotët më ran pa zhurmë, ora shkoi 01:00 pas mesnate kur dera u hap, Elira hyri ngadalë. Syt i kishte të fryrë, fytyra i dridhej. Nuk guxonte të më shikonte. U ndal në mes të dhomës, sikur priste një dënim, Mark. Tha me zë të thyer. Të lutem, mos, e ndërpreva. Zëri im nuk ishte imi. Ishte i ftohtë, i zbrazët. Jo sonte. Jo në këtë shtëpi. Jo në këtë natë, ajo u ul në divan. Heshti për disa sekonda, pastaj shpërtheu, nuk ishte planifikuar. Nuk doja të ndodhte kështu, qesha. Një e qeshur e thatë. E hidhur, nuk planifikohet të zhvishet një grua 60 vjeçare me një burr 40 vjeç? Apo nuk planifikohet të më shkatërosh mua? Ajo mbuloi fytyrën me duar, quhet Ardi, tha më në fund. 40 vjeç. Punon si teknik. Unë njohëm 2 vite më parë, 2 vite, koka mu rrotullua, 2 vite?
Unë ngrita në këmbë. 2 vite ke jetuar një jetë tjetër, ndërsa unë fleja në të njëjtin shtrat me ty, ajo tunte kokën, duke qarë, unë ndjeva e padukshme, marrë. E harruar. Ti gjithmonë pune, lodhje, heshtje. Unë po plakesha dhe askush nuk më shite më, fjalët e saj më goditën, por nuk e justifikonin asgjë, dhe zgjodhe Krishtlindjen. I thash. Natën më të shenjtë, ai më tha se më donte. Përshpëriti ajo. Se mosha s'kishte rëndësi, më erdhi të bërtisja. Por zëri nuk më dilte, e pash atë grua që kisha dashur, nënën e fëmijëve të mi, dhe nuk e njoha më. Ishte një e huaj, a e din fëmijët? E pyeta, ajo ngriti syt, e tmerruar, jo. Jo, të lutem, do ta din. I thash. Sepse e vërteta nuk mund të fshihet më, ajo u ngrit dhe u përpoq të më prekte dorën. U tërhoqa, mos më prek, heshtje, atë natë fjetëm në dhoma të ndara. Apo më sakt, unë nuk fjeta fare. Çdo kujtim më kthehej në mendje si mallkim, udhëtimet tona, ditëlindjet. Betimet e dhëna. Gjithçka dukej e reme tani, në mëngjes, mora telefonin dhe bëra një gjë që nuk e kisha menduar kur, i shkrova djalit tim të madh, duhet të flasim. Sot. Sepse historia nuk mbaronte me një tradhti, ajo sapo kishte hyrë në fazën më të errët, fëmijët dhe e vërteta që nuk fal, dita pas Krishtlindjeve ishte gri, e rëndë, sikur qielli vetë mbante zi për familjen time. Shtëpia ishte e heshtur. Elira nuk kishte dal nga dhoma. Unë rria ulur në kuzhinë, me një filxhan kafeje që ishte ftohur pa u prekur, në orën 10:00, dera trokiti, i pari hyri Dritani, djali im i madh, 38 vjeç. Pas ti, Arta, vajza jon, 35 vjeçe. Në fytyrat e tyre pash shqetësim. Por edhe frikë. Ata e ndjenin se diçka e madhe kishte ndodhur, baba, çfarë ka ndodhur? Pyeti Arta sapo u ul, i shikova për disa sekonda pa folur. Si tua shkatëroja botën? Si tu thosha se ajo që i kishte rritur, ajo që e quanin nën shembullore, kishte jetuar një gënjeshtër, nëna juaj. Fillova, por zëri më u thye. U ndala, mora frym thellë. Nëna juaj më ka tradhtuar, heshtje, Dritani u ngrit në këmbë, çfarë po thua, baba? Tha me zë të ashpër. Kjo është e pamundur, me një burr 40 vjeç, vazhdova. Për 2 vite, Arta mbuloi gojen me dorë. Lotët i rëshitën me njëherë, jo. Jo, kjo s'është e vërtetë. Do doja të mos ishte, i thash. Por e pash me sytë e mi. Natën e Krishtlindjeve, Dritani goditi tavolinën me grusht, ku është ajo, në atë moment, Elira doli nga dhoma. Dukej më e vogël, më e thyrë. Syt i kishte të skuqur nga lotët, fëmijët e mi. Tha ajo me zë të dridhur, mos na quaj kështu. Shpërtheu Dritani. Si munde, nën? Si, Elira ra në karrige, nuk doja t'ju lëndoja. Tha. Ishte një gabim që u zgjat, 2 vite nuk janë gabim, i thash ftohtë. Janë zgjedhje, Arta u afrua ngadalë, kush është ai? Pyeti ajo. A e njohim? Elira hezitoi. Kjo hezitim më ngriti dyshime të reja. Elira. I thash. Fol, ajo uli kokën, ai. Ai ka qenë disa herë në shtëpi. Zëri i saj mezi dëgjoi. Si punëtor për riparime, gjaku më ngriu, çfarë po thua? Bërtiti Dritani. Ai ka hyrë në këtë shtëpi, e mbaj mend me njëherë. Një burr i sjellshëm, gjithmonë me buzëqeshje. Ai që kishte rregulluar bojlerin, që kishte ndërruar një prizë në dhomën e gjumit. Ai që më kishte dhënë dorën, e përziera më erdhi në fyt, pra. Thash ngadalë. Ai ka ecur në shtëpinë time. Ka pirë kafe me mua. Dhe pastaj ka shkuar në shtrat me gruan time. Elira qau me zë, më fal, por falja nuk po ekzistonte më.
a ka diçka tjetër që duhet të dim? E pyeta. Diçka edhe më të keqe, ajo heshti. Shumë gjatë, Arta u kthye nga ajo, me frikë në sy, nën. Çfarë po fshe? Elira mori frym thellë. Pastaj tha fjalët që e thyen gjithçka përfundimisht, ai. Donte që unë të largohesha nga shtëpia. Të shisnim gjithçka. Të fillonim një jetë të re, Dritani shpërtheu. Çfarë dhe ti e mendove? E pyeta unë, me zë të ulët, por vdekje prurës, ajo nuk foli. Nuk kishte nevojë. Heshtja e saj ishte përgjigja, atë moment e kuptova. Nuk ishte vetëm tradhti, ishte plan, ishte shkatërim i qëllimshëm, dhe unë nuk do të isha viktima e heshtur. Nuk fola me askën për 2 ditë. As me fëmijët, as me Elirën. Vetëm heshtje dhe mendime që më gërryenin nga brenda. Netët ishin më të këqija. Çdo zhurmë më dukej si hapat e një të huaj në shtëpinë time. Shtëpia nuk ishte më stre. Ishte kujtesë. Në ditën e tretë, vendosa ta bëj atë që çdo burr i poshtëruar do ta bënte. Ta shikoja në sy, nuk i thash Elirës ku po shkoja. Nuk kisha pse. Ajo e dinte mirë kush ishte shkaku i gjithë kësaj, e gjeta Ardin në punë. Një servis i vogël teknik në periferi të qytetit. Po rregullonte një pajisje elektrike. Kur më pa, fytyra i u zbe. Ai më njohu menjëherë, zoti Mark. Tha, duke u ngritur. Nuk e prisja, e di, i thash. As unë nuk e prisja ta gjeja gruan time në shtratin tënd, heshti. Punëtorët e tjerë u larguan duke ndjerë tensionin. Mbetëm vetëm, nuk kam ardhur të godas, i thash. Edhe pse do ta meritoje, ai uli syt, unë. E dua Elirën, ato fjalë më ndezën gjakun, dashuri? Qesha hidhur. Dashuri quhet të shkatërrosh një familje? Të hysh në shtëpinë e një burri si mik dhe të bëhesh armiku i tij? Ajo ishte e palumtur, u përpoq të justifikohej. Ju nuk e shinit, ju afrova një hap më shumë, dhe ti e pe, apo jo? E pe dobësinë e saj dhe e shfrytëzove, ai shtrëngoi nofullën. Ne planifikonim të largoheshim bashk, atë moment, diçka u këput brenda meje, mos guxo të flasësh për plane, i thash me zë të ulët. Asgjë nga ajo që kam ndërtuar nuk është për ty, ajo do të vijë me mua, tha ai me kokfortësi, i vendosa dorën mbi gjoks dhe e shtyva lehtë pas. Jo për dhunë. Për paralajmërim, dëgjo mirë, i thash. Ajo është e lirë të bëjë zgjedhjet e saj. Por ti nuk do të prekësh asgjë nga kjo familje. As shtëpinë. As fëmijët. As jetën time, ai heshti. Syti kishte plot frikë, por edhe diçka tjetër, humbje, nëse të shoh edhe një herë afër shtëpisë time, vazhdova. Kjo bisedë nuk do të jetë kaq e qetë, u ktheva dhe i ka pa pritur përgjigje. Kur u ktheva në shtëpi, Elira po më priste. E kishte ndjerë se diçka kishte ndodhur, ku ishe? Më pyeti, e pash, i thash. Ardin, ajo u zbardh në fytyrë, çfarë i the? Të vërtetën, ajo u ul, Mark, unë jam e hutuar. Nuk di çfarë dua, jo, i thash prerë. Ti e di shumë mirë çfarë do, thjesht ke frikë ta thuash, unë, mjaft. E ndërpreva. Tani është radha ime të vendos, atë mbrëmje mora një dosje të vjetër nga sirtari. Dokumente. Kontrata. Testament, fëmijët erdhën përsëri. U ula përballë tyre. Do të bëjmë disa ndryshime, u thash. Sepse kjo familje nuk do të shkatërohet nga gënjeshtrat, Elira na shikonte duke kuptuar se po humbiste diçka shumë më të madhe se një burr, po humbiste sigurinë, vendimi që nuk kthehet mbrapsht, avokati më priti në një zyrë të vogël, të qetë. Një burr rreth të 50-tave, me sy të lodhur nga historitë e njerëzve që shkatërohen. I vendosa dosjen mbi tavolinë pa thënë asnjë fjalë. Ai e hapi dhe nisi të lexoj, martesë 35 vjeçare, tha pas pak. Pasuri e përbashkët.
Shtëpia, toka, kursime. Kjo nuk është e thjesht, as tradhtia nuk ishte e thjesht, i thash. Ai më pa drejtë në sy, çfarë doni të bëni, zoti Mark, e kisha menduar gjallë. Net pa gjumë. Orë të tëra duke parë tavanin, dua të mbroj veten dhe fëmijët, i thash. Dhe të mos lejoj askën të përfitoj nga ajo që kam ndërtuar, ai tundi kokën, mund të fillojmë procedurat e ndarjes ligjore. Gjithashtu, mund të rishikojmë testamentin, bëjeni, kur u ktheva në shtëpi, Elira e kuptoi menjëherë se diçka kishte ndryshuar. Nuk më pyeti. Më pa vetëm me sytë e saj të mbushur me frikë, në mbrëmje, i mblodha të gjithë në sallon. Fëmijët ishin aty. Elira po rrinte në cep, e heshtur, kam marrë një vendim, thash. Do të bëjmë ndarje ligjore, Arta filloi të qaj, baba, nuk po e bëj për hakmarrje, vazhdova. Po e bëj për dinjitet, Elira u ngrit, po shkatëron gjithçka, Mark, e pash me qetësi, jo. Ti e shkatërove. Unë po mbledh copat, po unë? Tha ajo me zë të ullët. Çfarë do të bëhet me mua, do të marrësh atë që të takon ligjërisht, i thash. As më shumë, as më pak, ajo e kuptoi mesazhin. Shtëpia nuk do të shitej. Planet e Ardit kishin dështuar, dhe pikërisht atë mbrëmje, telefoni i saj ra, e pash në sy, përgjigju, ajo hezitoi, por e hapi telefonin. E vendosi në altoparlant pa dashje. Elira, u dëgjua zëri i Ardit. Çfarë po ndodh? Pse nuk po më përgjigjesh? Më the se gjithçka do rregullohej, unë u afrova dhe fola për herë të parë drejt për drejt me të nëpërmjet telefonit, nuk do të rregullohet asgjë, i thash. Loja mbaroi, heshtje në anën tjetër, Mark. Tha ai më në fund. Nuk ishte qëllimi im, qëllimi yt ishte pasuria ime, ja ktheva. Dhe tani e ke humbur gjithçka, Elira mbylli telefonin dhe u ul. Lotët i rridhnin pa ndalim, e humba gjithçka. Përshpëriti ajo, jo, i thash. E humbe familjen. Dhe ajo është humbja më e madhe, atë natë, për herë të parë pas shumë ditësh. Ndjeva diçka tjetër përveç dhimbjes, ndjeva kontroll, por historia nuk kishte mbaruar ende, sepse kur njerëzit humbasin interesin, shpesh zbulojnë ndjenjat e vërteta, ditët që pasuan ishin të ftohta, jo vetëm nga moti, por nga mënyra si ishte shndërruar jeta jon. Elira rrinte shumicën e kohës e mbyllur në dhomë. Telefoni i saj binte gjithnjë e më rrallë. Kur binte, ajo dridhej para se ta hapte. Ardi nuk ishte më zëri i sigurt që i premtonte një jetë të re. Tani ishte zë nervoz, i paduruar, një pasdite, ndërsa isha në kuzhinë, dëgjova britma nga dhoma e saj. Nuk po qante. Po debatonte, nuk më the kështu. Bërtiste ajo. Më the që do ishim bashkë. Që do rregullohej gjithçka, zëri i Ardit dëgjoi qartë nga telefoni, nuk jam unë problemi. Bërtiti ai. Ti më the që shtëpia do shitej, që do kishe para. Tani s'ke asgjë, u afrova te dera. Nuk ndërhyra. Duhej ta dëgjonte të vërtetën, po më braktis? Tha Elira me zë të thyrë, nuk mund të shkatërroj jetën time për ty, ju përgjigj ai ftohtë. Ti ke probleme. Familje, fëmijë, gjyqe. Unë s'kam pse ti mbaj, telefonata u mbyll, Elira rëshiti poshtë murit dhe u ul në dy sheme. Për herë të parë, nuk pash gruan e tradhtuar, por një grua të thyrë nga iluzionet e saj. Një grua që kuptoi se nuk ishte dashuri. Ishte interes. Në mbrëmje, ajo erdhi në sallon. U ul përballë meje. Syti i kishte bosh, ai iku. Tha thjesht, nuk fola, nuk më do, Mark. Nuk më ka dashur kur, e dije këtë thellë brenda vetes, i thash qetë. Por zgjodhe të mos e shije, lotët i rridhnin pa zë, doja të ndihesha e gjallë. Përshpëriti, dhe për këtë vrare gjithçka që ishte e gjallë rreth teje, ja ktheva, fëmijët erdhën disa ditë më vonë.
Arta u përpoq të fliste me të ëmën, por distanca ishte e madhe. Dritani nuk i foli fare. Ai e kishte humbur respektin, një mbrëmje, mora një vendim tjetër. Vendim për veten time, nisa të rregulloj gjërat e mia. Jo për t'u larguar menjëherë, por për të treguar se jeta ime nuk do të ndalej aty. Fillova të dal për shëtitje, të takoja miq të vjetër, njerëz që kisha lënë pas për hir të familjes së qetë. Elira më pa një ditë duke veshur pallton. Ku po shkon? Më pyeti me zë të ulët, të jetoj, ju përgjigja. Diçka që ti e kërkove në vendin e gabuar, ajo uli kokën, atë natë, ndërsa shikoja dritat e qytetit nga balkoni, kuptova diçka të rëndësishme, tradhtia nuk të vret menjëherë. Të zbraz nga dal. Dhe mbijetesa është akt force, por ende kishte një kapitull të fundit, një mbyllje që duhej bërë, Krishtlindja që më mësoi të jetoj. Muajt kaluan më shpejt se sa e kisha menduar. Ndarja ligjore u finalizua pa zhurmë, pa skena, pa kthim mbrapa. Gjithçka u bë ashtu siç e kisha vendosur, drejt, ftohtë, pa hakmarrje. Elira mori pjesën që i takonte. Asgjë më shumë. Asgjë më pak. Dita kur firmosëm dokumentet ishte ndoshta hera e fundit që u pam vërtet si burr e grua. U ulëm përballë njëri tjetrit në heshtje. Nuk kishte më lodh. Vetëm lodhje, Mark. Tha ajo në fund. A ka ndonjë mënyrë? Të më falësh, e pash gjatë. Për herë të parë, jo si grua, jo si nën e fëmijëve të mi, por si një njeri që kishte bërë zgjedhjet e veta, falja, i thash, nuk është kthim. Është largim pa urrëtie, ajo uli syt, atëherë. Lam të mirë, Elira, u ngrita dhe dola. Nuk u ktheva pas, sot jetoj vetëm në shtëpinë që ndërtova me duart e mia, nuk është bosh. Është e qetë. Fëmijët më vizitojnë shpesh. Respekti mes nesh është rritur, sepse pa një burr që nuk u thye, edhe pse ju shem bota, Elira u largua nga qyteti. Dëgjova se jeton modestisht. Ardi u zhduk nga jeta e saj, po aq shpejt sa kishte hyrë. Asnjë telefonat. Asnjë shenjë. Dashuria e tij zgjati sa shpresa për përfitim, Krishtlindja e ardhshme erdhi ndryshe. Nuk kishte pemë të madhe, as shumë drita. Por kishte diçka më të fortë, paqe. U ula vetëm me një gotë verë dhe mendova për atë natë që më shkatërroi. Dhe njëkohësisht më shpëtoi, mësova se tradhtia nuk ndodh nga mosha, por nga karakteri. Dashuria pa respekt është vetëm mashtrim, dhe dinjiteti i një burri nuk negociohet. Nuk e urrej Elirën. As nuk e dua më. Ajo është një kapitull i mbyllur, unë vazhdoj përpara, sepse ndonjëherë fundi i një martese është fillimi i jetës.